Dashnia e pastër të zhbllokon. Pasi zhbllokohesh, atëherë kupton që brenda vetes i ke gjitha përgjigjet e duhura. Dashnia e pastër është ajo që Zoti ta destinon me kë je shpirti i bashkët. Sa ekziston Zoti, sa je në krahët e Zotit, njeriu nuk është krijesë e rrezikshme. Ajo që je ti dhe që të ka caktuar Zoti kurrë nuk mund ta marr, kurrë nuk mund ta pengoj përjetësisht. Në momenti që beson në fuqinë e Zotit, në destinimin që të ka besu dhe të ka dhënë ty Zoti, dhe destinimin dhe peshën që ta jep ty Zoti në realitetin që ne ekzistojmë përdej gjërave që shohim dhe nuk shohim, më dëgjoj mos më ndërprit logjikën, kur e ndjen të gjithë këtë, atëherë kupton se sa realisht nuk mund të bëj keq asgjë. Mund të pengoj, mund të ndryshoj, të ndikoj të ndryshosh formë, po çdo gjë është në dorë të Zotit. Zoti ty të teston. Qa vendimi do marrësh pas asaj gjëre. Unë e konsideroja vetëm muslimane në kuptimin se kam lind muslimane. Po tani verës ka ndryshu aq shumë gjërat në jetën time, kam pas një lloj reflektimi, zgjimi të brendshëm shumë thellë shpirtëror, saqë kam kuptuar që feja e vetme është vetë Zoti. Feja muslimane, Kurani, është një libër i shenjtë nga dikush që Zoti ja ka dhënë dhuntin për me na sjell informacione për me ndihmu. Ke zënë be në Zot, ke zënë be në kokën e familjes tënde, ke zënë besën e shqiptarit, edhe i qove gjitha koshplerash, ti që falesh Kuran që lexon. Ku e qove Zoti ti që falesh edhe që lexon Kuran, edhe thyve be në Zotit. Dil Alba me jashtë arvëzi, se ke përmend fen që unë është pjesa e krenarisë time të përmend fen dhe besimin Zot, unë e dal me kënaqësinë më të madhe, nuk më dritet fare çerpiku për këtë pjesë. Dhe unë do vazhdoj ta përmend dhe askush nuk ma ndalon dot. Asnjë rregull, asnjë sistem, asnjë shtëpi dhe asnjë shoqni. Unë kryesorja jam fituese në Zot. Sa më shumë e përmend Zotin dhe besimin Zot, aq më mirë është për ne ndërmjet njëri tjetrit. Mendon se hoxhallarët janë si ty, që pa lek ata nuk hypin minare, i ke shajt gjithë hoxhallarët anë mban botës, dhe të jesh i sigurt që ku nuk ekzistoni këta sisteme, hoxhallarët kanë hypë edhe në mes të luftës në minare për të përcjell frymën e Zotit. Janë të ardhurit e Zotit, të dërguarit e Zotit, që pa lek edhe pa kushtet mira familjare dhe në mes të kaotizmit, jeta vdekje, prapë kanë përcjell frymën e Zotit. Çdo gjë shkon në vendin e vet, në destinim të vet të funditës, dhe asgjë nuk merret me vete çfarëdo që mund kemi krijuar ne vet me sistemet tona këtu. Kur e kemi fatin dhe destinimin të shkruar, unë e di shumë mirë që Zoti nuk na e shkruan për të keq fatin e destinimin. Si ndodh kjo e keqja, kjo përplasja dhe llogaridhënia?